Veturat e njësiteve policore kanë kohë që janë këto, realisht qështë nga mëngjesi, për shkak se në drejtorinë rajonale policore të Gjilanit janë duke u kryer intervistime të shumta, e që realisht pikërisht në këtë komunë hyrje daljet kanë qenë shumë të shpeshta, pasi që bëhet fjalë për disa të dyshuar në lidhje me çështjen e falsifikimit të rezultatit të zgjedhjeve nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Aktualisht është ende duke vazhduar intervistimi i tyre, nga sa merr vesh Klan Kosova nga burimet e veta, bëhet fjalë për 120 persona, një numër më i lartë se sa nga ai i mëngjesit ku ishin duke u intervizuar vetëm disa të tillë, ndërkaq ky numër është rritur, por që deri më tani edhe nga konfirmimet që ne kemi arritur të kemi nuk ka ende të arrestuar, procesi i intervistimit është duke vazhduar ende dhe për të gjithë ata që janë në këtë proces tashmë ka të angazhuar edhe avokat sipas detyrës zyrtare. Ne kemi provuar që të marrim një përgjigje edhe nga kryeprokurori i rastit, i komunës Gjilanit, realisht Arben Kadriu, për që i njëjti tha se informata më të hollësishme rreth këtij procesi do kemi mundësi që të shohim përmes një komunikate që të njëjtit do ta lëshojnë për media, për komunikim me publikun rreth kësaj situate këtu, ndërkohë nga policia po ashtu nuk është dhënë ndonjë informat shtesë për ndonjë të arrestuar. Ky hetim realisht lidhet pikërisht me qendrën komunale të votimit në Viting, nga ku janë ngjallur dyshime për çështje të manipulimit, por edhe falsifikimit edhe proces të dyshuar të votimit pra rezultateve në këtë komunë, ndërkohë dihet që drejtoria rajonale e Gjilanit është ajo e cila merr përsipër dhe se hetimet janë duke vazhduar, të njëjtit të intervistuarit pra dhe ata që janë duke ju nështruar këtij procesi janë njoftuar qysh më herët. Kjo është edhe në vargun e intervistimeve të shumta, por edhe një procesi hetimor që nuk po ngjan të jetë për herë të parë këtu vetëm në Gjilan, pasi që e dim që raportime të këtij lloji kemi pasur edhe në disa komuna të tjera pak ditë më herët. Ndërkohë në lidhje me zhvillimet e tjera që kanë të bëjnë kryesisht me këtë çështje, ne do të kemi mundësi që të përmbledhim ato përmes një kronike në edicionin informativ të lajmeve të orës 20. Të falenderojmë shumë për këtë